shpresa e mund të mërzin? Shpresa vdes e fundit. Na, nanat shqiptare, shpresën nuk e humbim kur. Ton jetën time, që 26 vjetë, se cilën mbrëmje mbas një dite shumë të vështirë, ajo që më ka mbajt gjallë, ajo që më ka shtimu zgju nesër më mëngjes, ka qenë shpresa. Në trego pak për Agim Hajrizi. Kush është Agim Hajrizi? Agim Hajrizi? Nuk po du të them që nuk e njeh Kosova, po nga perspektiva jote ndoshta nuk e njoh. Është vetë buzëqeshja në fytyrën time, kur e përmend emrin e tij, tregon se ka qenë njeri shumë i vlefshëm në jetën time. Po e ti njoh? Ka qenë shoku im më i ngushtë, bashkëpunëtori im më i ngushtë. E kom njoft në vitin 1979 në Mitrovic, ai student e une nxënëse e shkollës mesme. Aty fillojnë gjizat e para mes neve. 1981 kemi qenë në protestat studentore bashkë. Kemi udhëheq një aktivitet në Mitrovic kur pa u ndalë, deri në momentet e fundit jetës tij. Unë e them, nëse dikush në botë ekziston një person i pastër si Loti, ka qenë Agim Hajrizi. Nëse në këtë botë ekziston një shpirt i huj që gjithmonë është mundu për të tjerët e mas paku për vetveten, është Agim Hajrizi. Unë nuk jam rastësisht këtu. Jam detyru me dhunë me dalë prej Kosovës. E kam shu Kosovën prej zorit, jo prej shefit. Unë e kam shu Kosovën në shtator të vitit 2011. Në Korrek janë bu barikadat e para në Mitrovicën, në urë të Mitrovicës. U betonu ura. Atë natë vrasit e familjarëve të mi, të cilët banojshin në Mitrovicën Veriore, se Mitrovica Veriore ka qenë qendër e të gjithë atyre që i ka la duart me gjakun shqiptarëve. Atë natë, në ora 11:30 natës, e ko marrë thirrjen telefonike në gjuhën serbokroate, me kërcënimin, ti e ki edhe një djalë. Na jemi këtu, na do të vrasim edhe Arianitin. Unë si nanë, nuk ja u kom dhanë, i kanë marë. 3 djemë, 11 vjeç, 2 në bark të palindun ende, Agimin edhe Vjerën, thash, jo. Unë Arianitin nuk ja u jap. Ka qenë periudha ma e vështire jetës time, kur unë në njëjtin muj jam largu prej punës. Mu ka ndërpre ushqime për 2 fëmijët e mi. Me cilën arsyetin? Pa arsye. Nuk ka pas ma vend pune për Afroditën. Mitrovica nuk ka pas vend pune për Afroditën mo. Me 2 dhjetor, bëhen 14 vjetë që e kom shu Kosovën. Tash je kthy këtu? Do me thonë, unë jam kthy në Kosovë, unë kam Kosovë punë të pakryera, prandaj jam këtu. Unë flasë personalisht në ndjenjen time, në qeverin Kurti, e kom fillu me ndje një lehtësim që Mitrovica Veriore nuk është tokë e ndaluar për neve. Na e ka lindë shpresën që një ditë ajo tokë e larë me gjak, si që ka qenë gjithmonë, do t'jetë tokë e Kosovës. Unë si nanë jam falenderuse qeverisë Kurti me të gjithë veprimtarët, juve si Donik, që i ndajmë
brengat e përbashkëta që na keni ndezë një shpresë që një ditë për Kosovën do të bëhet mirë. Qëllimi pse jam këto, qëllimi pse jam kthy, është brenga e një gruaje për gjeneratat e reja. Unë dua që fëmijët e mi, fëmijët e Mitrovicës, fëmijët e krejt Kosovës, mos me pas kufi, mos me pas ndalesa. Ata e meritojnë një të ardhme të mirë.